javën e 12 kategorisë superiore, Teuta e Durrësit psoi humbjen e parë në fushën e saj. Këtë humbje ja shkaktoi Apolonia që fitoi 2-0. Ishte një ndeshje me dy tablo, një pjesë e parë e dobët dhe pa emocion, dhe një pjesë e dytë me ritëm, me nerv, me gola dhe raste të tjera për shënim. Pjesa e parë pati kulmin e saj vetëm në fund. Në minutën e 43 Hysa i pati gjitha mundësitë të shënonte kur i ndodhur brenda zonës goditi jashtë. Një minutë më vonë ishin lojtarët e Apolonisë që rrezikuan me anë të Bërkić, por dhe ky pa e gjetur rrjetën. Në pjesën e dytë kronika e lojës është e mbushur me raste shënimi, ku përfitoi vetëm Apolonia. Në minutën e 46 Bërkić brenda zonës goditi me kokë dhe topi preku traun e portës Dursake. Në minutën e 51 Apolonia shpërdoron një mundësi të mirëshënimi. Ishte përsëri Bërkić që nuk arrin të fitojë dy luftimin me portierin e Teutës. Pas një minute, ishte Dursakët që ofruan golit me anë të Hysës. Dhe po ky lojtar, një minutë më vonë goditi fort dhe trau i portës shpëtoi fjerakët. Teuta tashmë është e gjitha në sulm. E pikërisht në këtë lojë sulmuese, Teuta haron mbrojtjen dhe ndëshkohet. Në minutën e 57 Dursakët kërkojnë goditje të lirë, dhe të nervozuar e harojnë Bërkić që shkëputet shpejt në qendër dhe në ecje sipër kryen një veprim të bukur, duke e goditur topin me gjuhë. 1-0 për Apoloninë. Jemi duke parë dhe një tjetër këtë gol. Në minutën e 65 Teuta i afrohet golit të barazimit kur Ado i shërbeu kapitenit Mile, i cili brenda zonës goditi diagonal por jashtë. Në minutën e 68 pas një goditje të lirë në krahun e majt, Dursakët ishin pranë barazimit pas gabimit të portierit mik dhe vetëm ndërhyrja e një mbrojtësi shpëtoi portin fjerake. Pas një minute ngjarjet rrekulluese mvrullshëm në zonën e Teutës, ku Buliç goditi 2 herë, por Vashaku tregoi mjeshtrinë e tij. E kur Dursakët prisin barazimin, pasi loja zhvilloi pranë zonës sferake, ishte Apolonia që e çoi në 2 numrin e golave. Pasi goditje të lirë, Bërkić ndryn me kokë dhe Kaçi që ndjek mirë aksionin shënon golin e dytë, gol të cilin e shikojmë përsëri. Në minutën 79 ishte Hysa që brenda zonës goditi topin, por jashtë. Në minutën 80 Bërkić i pati gjitha mundësitë të shënonte golin e tretë. Dhe më e pabesueshme në këtë ndeshje erdhi në minutën 84, kur Bërkić pasoi tek Buliç, i cili vetëm 5 metra larg portierit nuk arriti të shënojë, por goditi jashtë. Ky ishte edhe rasti i fundit i kësaj ndeshje, ku nervozizmi nuk i lejoi Dursakët të gjenin barazimin, krahasini Apolonie që u tregua shumë e qetë.